Në fillim të vitit 1985, Shqipëria u përball me një nga situatat më të rënda të motit të keq të dekadës. Rreshjet e jashtëzakonshme të dëborës në zonat malore të veriut krijuan izolim të plot, ndërprerje të shërbimeve bazë dhe humbje jetësh njerëzore. Ky informacion përmbledh gjendjen reale në terren, veçanërisht në rrethin e Pukës, ashtu siç raportohej në ditët e para të janarit 1985. Pas kësaj situate, u zhvillua mbledhja e Këshillit të Ministrave, ku u diskutuan masat për përballimin e pasojave, furnizimin, fondet, ndërhyrjet në terren dhe përgjegjësitë institucionale. Në ditët e para të janarit 1985, moti i keq përfshiu pothuajse të gjithë territorin e vendit, por goditjen më të rëndë e morën zonat malore të veriut, veçanërisht rrethi i Pukës. Rreshjet e dëborës ishin të jashtëzakonshme. Në zonat të thella malore, trashësia e saj krijoi kushte ekstreme izolimi dhe rreziku. Si pasojë e orteqeve të dëborës, në rrethin e Pukës u shënua humbja e jetës së 23 personave, kryesisht në zonat malore dhe në kushte pune apo lëvizjeje të detyruar. Përveç viktimave, pati edhe persona të plagosur rënd, ndërsa ndihma mjekësore u përball me vështirësi serioze për shkak të terrenit dhe motit. Rrugët kryesore që lidhin Pukën me rrethet përreth u ndërpren plotësisht. Lidhjet Shkodër-Puk, Puk-Fusharës dhe Fusharës-Mirdit dolën jashtë funksioni, duke e lënë zonën të izoluar për ditë të tëra. Në shumë fshatra, energji elektrike nuk ishte. Uji i pishëm ishte ndërprerë për shkak të ngricave. Komunikimi mes fshatrave ishte i pamundur. Në disa raste, as ndihma ajrore nuk mund të realizohej për shkak të kushteve atmosferike dhe terrenit. Ndërmarrjet industriale dhe minerare të zonës ndaluan punën, ose funksionuan vetëm me rreth 30% të kapacitetit, duke sjellë pasoja të menjëhershme ekonomike dhe sociale. Furnizimi me ushqime dhe veshmbathje për fshatrat dhe kooperativat bujqësore u mbajt vetëm fal ndërhyrjeve emergjente dhe ndihmës së organizuar nga strukturat shtetërore dhe ushtria. Pa këtë ndërhyrje, situata do të kishte marrë për masa edhe më të rënda. Në qytetin e Pukus dhe në Fusharës, furnizimi u mbajt pjesërisht, pasi këto zona nuk u trajtuan si zona të thella malore, por edhe aty gjendja ishte e tensionuar dhe e brisht. Në përfundim, në fillim të vitit 1985, rrethi i Pukës u përball me një krizë reale humanitare, ku moti i keq, izolimi, mungesa e energjisë, ndërprerja e rrugëve dhe humbja e jetëve njerëzore krijuan një situatë që kërkonte ndërhyrje të menjëhershme shtetërore në shkallë kombëtare. Në këtë gjendje, me pasoja të rënda njerëzore, ekonomike dhe infrastrukturore në veri të vendit, veçanërisht në rrethin e Pukës, u pa e domosdoshme ndërhyrja në nivelin më të lartë shtetëror. Në vitin 1985, u zhvillua mbledhja Këshillit të Ministrave, e thirrur për të shqyrtuar masat për përballimin e situatës, likuidimin e dëmeve të shkaktuara nga rreshjet e dëborës dhe organizimin e veprimeve në terren. Ajo që vijon është proces verbal i kësaj mbledhjeje, ashtu siç u mbajt dhe u dokumentua në atë kohë. Mbledhja drejtohet nga kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani. Përveç antarëve të Këshillit të Ministrave, në mbledhje marrin pjesë edhe kryetari i Inspektimit Shtetit, Stefan Papagjoni, kryetari i Arbitrazhit Shtetëror, Jani Fullani, kryetari i Komitetit Punës dhe të Pagave, Bajram Haja, kryetari i Komitetit të Çmimeve dhe të Standardeve, Kostaq Postoli, kryetari i Komitetit Shkencës dhe Teknikës, Ajet Ylli, dhe drejtori i Agjencisë Telegrafike Shqiptare, Taqo Zoto. Besnik Bekteshi, zëvënës kryetari i Këshillit të Ministrave, i cili thotë: Komisioni Shtetëror Qeveritar për përballimin e gjendjes së jashtëzakonshme në rrethet e veriut, në zbatim të vendimit Këshillit të Ministrave për likuidimin e plot të dëmeve të shkaktuara nga rreshjet e dëborës në këto rrethe, po ndjek me kujdes punën që bëhet nga ministrit dhe komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. Kështu, përveç evidencimit të nisave e të zbatimeve të rretheve nisëtare për bazën materiale e të fondeve, nga dikasteret përkatëse janë konkretizuar detyrat që u ngarkon vendimi i qeverisë, të cilat me një udhëzim të veçantë nga Komisioni Shtetëror u janë dërguar gjithë ministrive dhe komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. Masat menjëhershme nga komisioni u morën për furnizimin e rretheve të veriut me ushqime për blegtërinë për të përballuar vështirësitë e motit.
Kështu, deri në datën e sotme, janë dërguar gjithsej mbi 280 ton ushqime për blek të rinë nga 300 ton që është zotimi. Për shembull, në rrethin e Kuksit janë dërguar 60 ton ushqime për blek të rinë, në atë të Tropojës 40 ton, e tjerë. Mbi bazën e gjendjes që e kanë verifikuar grupet e Ministrisë së Bujqësisë, duhet shikojmë se si do t'i zgjidhim problemet në të ardhmen mbi bazën e nismave. Ne duhet të gjejmë ndonjë mundësi dhe rezervë sepse gjendja është shumë e rëndë. Ka 2 muaj që territoria atje është shëmbuluar me borë e me akull. Bagtia nuk ka se ku t'kullos. Për drith, problemi është pak më ndryshe, megjithatë situata është shumë e vështirë. Ashtu është, shoku Adil, prandaj duhet shikuar në 2 drejtime. E para ndirma nga rrethet dhe e dyta furnizimi me koncentrat nëpërmjet të rezervës shtetërore. E them këtë sepse gjendja është shumë e rëndë. Në të njëjtën kohë, shoku Adil dhe shokët e qeverisë, atje për një kohë të gjatë gruri është mbuluar nga dëbora, prandaj është e domosdoshme të shikohet pak edhe shtesa e nitratit mbi planin e parashikuar. Tani atje ka më shumë akull se sa borë. Prandaj është e nevojshme që të shikohet se çfarë mund të bëhet nga Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me Komisionin e Planit të Shtetit. Për mendimin tim, Ministria e Industrisë dhe Minierave duhet ta tejkalojë planin e prodhimit të nitratit. Ministria e Ndërtimit dhe Ministria e Komunikacioneve kanë hartuar grafiket dhe po merren me lëvizjen e materialeve. Ministria e Ndërtimit ka dërguar edhe grupet e specialistëve, që së bashku me shokët e komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, po shikojnë edhe një herë dëmet, sheshet e ndërtimit, zonat e reja ku do të bëhen ndërtimet, duke patur parasysh se ku kanë rënë ortekët e tjerë. Të gjitha grupet e punës të dërguara nga Ministria e Ndërtimit do të qëndrojnë deri në likuidimin e plot të dëmeve. Me punën e vetë rretheve, në shumë objekte të dëmtuara lehtë, ka filluar me remetimi i tyre. Deri në datën 8/3/1985, rrethi i Dibrës ka riparuar 70% të objekteve, i Pukës 40%, i Matit 15% e tjerë. Gjithashtu po shpejtohet lëvizja e materialeve të ndërtimit, nga rrethet nisëtare në drejtim të rretheve të veriut. Deri në datën 10/3/1985, në zonat e veriut kisin ardhur rreth 16-20% e tullave, e cimentos, e tjegullave e tjerë. Deri tani nga 16,4 milion lek fonde monetare që janë dhënë nga rrethet, në bank janë depozituar rreth 16 milion, që do të përdoren për fuqizimin ekonomik të kooperativave bujqësore dhe për likuidimin e vlerës së ditës së punës, sipas vendimeve që kemi marrë. Mendoj që në këtë kuadër Ministria e Financave, Ministria e Bujqësisë, së bashku me rrethet përkatëse, duhet të paraqesin brenda muajit mars në Komisionin Qeveritar se si do të bëhet shpërndarja e fondeve. Fondet do t'u jepen vetëm kooperativave dhe jo ndërmarrjeve bujqësore. Formën përfundimtare për këtë do ta vërë Komisioni Qeveritar. Po ashtu bagtitë e vëna në dispozicion të rretheve të veriut do t'u dërgohen me përmirësimin e kohës. Rretheve nisëtare u zhdën porosi për trajtimin e tyre deri në kohën e nisjes, ndërsa rrethet pritse do të marrin masa për të siguruar kushtet e përshtatshme. Mendoj se Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me rrethet brenda muajit mars duhet të bëjë shpërndarjen e bagtive kooperativave bujqësore dhe listën t'ia paraqesim Komisionit Qeveritar. Nisja e bagtive duhet bërë në mënyrë të organizuar, duke u shoqëruar nga vetë rrethet nisëtare. Ministria e Komunikacioneve, së bashku me Ministrinë e Ndërtimit, duhet të intensifikojnë lëvizjen e bazës materiale, sepse ashtu siç u trajtua edhe këtu, në stacionet e Mjedës, të Milotit e të Laçit është krijuar gjendje e madhe. Me vendim të veçantë është caktuar që deri në datën 15 prill, baza materiale duhet të arrijë në vend. Për këtë duhet na vlej kritika që na bëri shoku Adil disa ditë më parë. Krahas transportimit të materialeve të ndërtimit, duhet të transportohen edhe mallra të tjera të planifikuar, si janë për shembull mallrat ushqimor, sepse dimri ende nuk ka kaluar. Shtabi urdhroi rrethet përkatëse, por edhe dikasteret, që të kujdesen për shtrehimin e specialistëve që do të shkojnë në ndihmë të rretheve të veriut. Megjithatë, për ta janë siguruar shtresa, ushqimi organizuar në mensa e tjerë. Ministria e Financave dhe Komisioni i Planit të Shtetit, gjatë kohës që punohet për likuidimin e pasojave të rreshjeve të dëborës dhe ngricave, duhet të kontrollojnë dhe të kërkojnë zbatimin e detyrave që i ka ngarkuar vendimi përkatës i Këshillit të Ministrave për kontrollin e punimeve, financimin e tyre, raportimin, përdorimin e ndarjen e fondeve e tjerë. Për të ndjekur në front si detyrat për likuidimin e pasojave nga rreshjet e dëborës dhe ngricave, ashtu edhe për realizimin e detyrave në sektor të tjerë të ekonomisë, është mendimi, dhe për këtë kemi marrë edhe miratimin e kryesisë së Këshillit të Ministrave, që të ngrejmë 5 grupe të drejtuara nga shok antar të Këshillit të Ministrave ose zëvendës ministra, të përforcuara edhe me specialistë të dikastereve të tjera. Për këtë mund të vendosim veçanërisht, por me këtë rast le të marrim edhe miratimin e shokëve të qeverisë. Kështu për shembull, shoku Farudin Hoxha me aparatin e vet do të merret me problemet e ndërtimit. Për problemet e bujqësisë dhe plektorisë do të ngarkohet shoku Stavri Rista, që do drejtojë grupin për Kuksin dhe Tropojën.
Meqense kemi shumë probleme në prodhimin e kromit, shoku Ajredin me grupin e tij është caktuar në rrethet Dibër dhe Mat. Në bazë të informacionit që na ka ardhur, për të cilin do të vëmë në dieni shokët ministra, rezulton se gjendja nuk paraqitet në lartësinë e duhur. Për problemet e planit të 8-5 vjeçar, shumë njerëz mblidhen në dikastere, kurse poshtë në bazë nuk po shkon njeri. Së fundi, mbledhjen e ministri mos bëni më, mos të rrisni shok nga poshtë, po shkoni vetë poshtë në bazë. Pardhjen e mblodhëm shokët aparatit ton për kontrollin e zbatimit të vendimeve, për metodën e punës e një seri çështjesh dhe dham porosin që tani të lëvizin dhe jo të rrinë, duke bërë informacione, njoftime, konstatime e tjerë. Prandaj edhe ju si ministra, lëvizni, shkoni vetë me zëvendësministrin poshtë në bazë, por pa e lënë dikasterin bosh. Pra të lëviz aparati ministrisë me grupe për realizimin e planit, për likuidimin e pasojave të kësaj gjendje e tjerë. Këtë e kërkojnë edhe rrethet. Kështu është edhe porosia e fundit e Komitetit Qendror të Partisë që të shkohet poshtë, po të rini në ministri, nuk është e mundur që të mos nxjerr puna punë dhe shkresa shkresën. Prandaj shkëputuni dhe organizojeni punën që të mos lihet dikasteri bosh. Njerëzit që do të shkojnë poshtë duhet t'i zgjidhin problemet, sepse realizimin e planit nuk jemi mirë. E them këtë sepse si 2 mujor janë krijuar deficite të mëdha. Kemi problemet të eksportit, të importit, të furnizimit materialo-teknik, të furnizimit popullit me perime e tjerë, si dhe këto që tha shoku besnik. Atëherë, jeni dakord kështu? Kjo ishte situata. Këto ishin faktet. Dhe kjo ishte mënyra se si shteti reagoi në atë moment. Një dimër jashpër, jetë të humbura, zonat e izoluara dhe një aparat shtetëror i vënd përballë urgjencës. Në dokumente, gjithçka shfaqet si vendim, plan, grafik dhe urdhër. Në teren, gjithçka u përjetua si mungesë kohe, mot ekstrem dhe rrezik i përditshëm. Ky proces verbal nuk tregon gjithçka, por tregon si mendohej, si flitej dhe si vendosej në një moment krize. Dhe pikërisht për këtë, ai mbetet një dëshmi. Jo vetëm për atë që ndodhi në dimrin e vitit 1985, por për mënyrën se si një shtet përballet me emergjencën. Tregimi mbyllet këtu. Dokumenti mbetet.